pra çfarë bën pasi ka përfunduar vepra? E para lutesh që Allahu ta ketë pranuar atë. E dyta çfarë bën? E falenderon Zotin e gjithësisë. E falenderon që Allahu ta mundsoi që ti ta arrije Ramazanin. Ajo që ne luteshim shumë, ta mundsoj që ti ta agjëroje, që ti të falesh në netët e tij, që ti të bëje vepra të mira, aq sa ta mundsoj Zoti i gjithësisë. Por këtë falënderim ne nuk e lëm vetëm në gjuhë. Këtë falënderim ne tregojmë me këto punë të mira, me agjërim sërish. Pra agjërojmë se Allahu na mundsoi të agjëronim Ramazanin. Japim sadaka se Allahu na mundsoi që të japim sadaka. Falemi sërish që jemi të vazhdueshëm, pra falënderimi për mirësitë bëhet sërish me punë të mira. Bëhet sërish me vepra të mira. Shumë prej të parëve të këtij ummeti, qofse Allahu do t'ja mundsonte që një natë para të çoheshin për të falur namazin e natës, ata thoshin në shenjë falënderimi që Allahu ma mundsoi një vepër të tillë, unë do ta agjëroj ditën që vjen më pas.